punon në shtet është pastoralitet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilën ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kapje. Pra aty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për punë. Në këtë podcast të sotëm me zotin Artur Meçollari, profesorin, admiralin, detar, do flasim për ngushticën e Hormuzit, do flasim për ndryshimet midis ngushticës ndërkombëtare, ngushticës kombëtare, ndryshimi midis tyre, çfarë kanë të përbashkëta, cilat janë kombëtare, cilat janë ndërkombëtare, çfarë peshe strategjike kanë, cilat janë bazat detare amerikane, ruse apo kineze, si përplasen këto me njëra tjetrën, po bëhet për demokraci apo po bëhet për interes kombëtar. Siç e thotë profesori dhe juve do ta dëgjoni në vijim, që kuptojnë politikën, u thuhet demokraci. Atyre që e kuptojnë politikën, u thuhet interes kombëtar. Ndiqeni këtë episod dhe mos harroni subscribe, like, share, donacione, super chat, super stickers dhe sa më shumë dashuri. Te ky numri këtu na kontaktoni edhe për kurset online që neve do bëjmë. Kurset e komunikimit publik, politik dhe leadershipit. Na ndisni. Mirëmbrëma, miq të Tru Podcastit. Sot në episodin ton, në podcastin ton, kemi një profesor cilin unë e admiroj shumë, e vlerësoj shumë. Bisedimin e fundit dhe interaktivizimin e fundit që kishim me njëri tjetrin në studion e oponentës, unë kam majt shnime dhe më është hapur truri mbi ishullin e Sazanit, mbi gjirin e Vlorës, pasi janë disa emërtime që ne i dim vetëm gjeografike, po nuk ja dim rëndësinë, sepse sistemi punoi për mos e njohur neve rëndësinë, por dhe neve vetë nuk është se patëm një kurreshte të madhe për të zbuluar dhe për të njohur rëndësinë strategjike të vendit ton, pasi jemi gjithmonë me sy nga Europa. Që në 91-92 neve duam të jemi si Europa, edhe kur e shikojmë Europën që është në dekadencë totale, ne duam të jemi prapë si ata. Ndërkaq, sot në episodin e sotëm do flasim për ngushticën e Hormuzit, të gjithë si thua dekodifikimin e konfliktit atje, cilat janë palët, kush është më në epërsi se sa tjetra, çfarë pritet të ndodh dhe çfarë është ngushtica, sepse shumica e ngatrojnë me kanalin, është kanali i Suezit, gjiri persik dhe ngushtica e Hormuzit. Për të gjitha këto, më mirë se sa profesor Artur Meçollari nuk ka kusht flasi. Profesor, mirë se na erdhët në Tru Podcast. Faleminderit për ftesë. Është një kënaqësi shumë e madhe e imja. Është një kënaqësi që të mësoj nga juve. Jeni një etalon për brezin ton, se si duhet të jesh burr, sepse burri është për akte, nuk të cilëson gjinia. Se po të jetë për gjinie janë gjithë burra, po sa pak burra njohim sot. Dhe kur flas për burrnin, flas për përgjegjësinë e të folurit. Burri flet shumë pak, po kur flet që të nxej vën. Ktu kemi burra që flasin shumë, po nuk thon asnjë lloj gjëje. Dhe kur hapem televizionet, unë punoj vetë në televizion, dëgjoj gjithë logë që marrin vesh nga gjeopolitika, sa merr vesh kali nga astrofizika. Ja fusin kot në ajër, sepse janë emocional. Unë jam pedagog i gjeopolitikës. Parimi i parë në gjeopolitikë është nuk ka shtete të mira dhe të këqija, ka variabli A, variabli B. Kjo thyet këtu prova. Pse? Pse e anashkalojnë njerëzit këtë? Shiko, sepse në fakt në politik dominon interesi. Po, real politika. Real politik dominon interesi. Kush është interesi? Çdo lloj politike mbështetet në interesi, nuk mbështetet mbi parimin. Po. Që do të thotë që nëse nuk përcakton sakt, por marrim analizën e luftës në Iran, nëse nuk përcaktojmë sakt, cilat janë interesat e palëve në këtë konflikt, do të gabojmë në përfundim. Po. Është një lloj, shiko çfarë ndodh. Në matematik ka shumë veta që hyn në një proces ekuacioni matematik u del rezultati gabim dhe thon gaboj matematika. Jo, ke shtruar problemin gabim. Po. Dhe në gjeopolitik. Politikën e marrën ndërkombëtar. Nëse problemin e shtron gabim, rezultati të jetë gabim. Kjo është. Dhe
Gjë e parë në çdo lloj marrëdhënie ndërkombëtare është politika është mbështetet mbi interesin kombëtar. Po. Nëse nuk definon sakt kush është interesi kombëtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i Izraelit, Iranit, Iranit, i Irakut, po. i Yemenit, i këtyre, atëherë do të ishte e vështirë, do të dilën në një konkluzion të gabuar. Dhe kush janë për shembull teorit, për shembull një nga teoritë është që Amerika nis luftën për të shitur armë. Nuk është interes kombëtar. Po. Shitja armëve. Po, absolutisht. Është interes i korporatave, por nuk është interes kombëtar i Shtetit Bashkuar. Ose teori Amerika është e interesuar për naftën, nuk është interes kombëtar se ka naftë. Pafund, ka 98% resursat e papregur. Kush është interesi kombëtar i Shtetit Bashkuar në gjithë të konfliktit që kanë ndodhur. Dhe unë e kam përcaktuar ruajtja e status quo-s mbi balancën e fuqive në rajon. Ruajtja e status quo-s mbi balancën e fuqive në rajon, shumë e bukur. Po. Sepse çfarë ndodhi? Irani kërcënoi balancën e fuqive në rajon. Po. Shiko. Rajoni është një rajon pak specifik, sepse është kulturalisht ndryshe nga Amerika, nga Europa, zakone të tjera, fe tjetër, e tjera. Por një gjë është e vërtet, edhe pse ata mund ta urrejnë në një farë mënyre, ka njerëz që urrejnë Shtetet e Bashkuara. Po. Kur ballafaqohet në lindjen e mesme, influenca amerikane dhe iraniane, ata janë me influencën amerikane, jo atë iraniane. Pse? Sepse amerikanë janë më të moderuar, iranianët në influencën e tyre, në pushtetin e tyre, janë më agresiv. Po. Dhe çfarë ndodh? Se është regjimi i tillë. Është regjimi i tillë, është mënyra e tillë. Pra çfarë ndodh? Jemi në kushtet kur, shikoj, nëse nuk e marrim në retrospektiv, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur tre elementë që janë të rëndësishëm. E para, Irani po tenton të ketë armë bërthamore. Po. Përse i duhet? Por përveç se ka dhe Izraeli. Ka dhe Korea Veriut. Ka dhe Korea Veriut, por problemi që ndron që Irani është një qeveri kryesisht e papërgjeshme nga pikpamja e përdorimit të armëve bërthamore. Armë bërthamore në zakonisht përdoren për deterrencë, nuk janë për përdorim. Po. Janë për deterrencë. Për presion, mjet presioni, po. Mjet presioni. Por Irani është një qeverisje të tillë e cila ka riskun e lartë në përdorimin e armëve bërthamore. Dhe kuptohet që fuqia e saj është brenda rajonit. Po. E dyta, ka sistemi raketor shumë të fuqishëm, që mund të godasi deri në 2500 kilometra, që do të gjitha vendet e rajonit janë të kërcënuar. E treta, ka 3 organizata proxy, të cilat Houthi, Hamasi dhe Hezbollah. Dhe realisht ato nuk kanë kërcënuar vetëm Izraelin, por kanë kërcënuar dhe kanë goditur dhe Arabinë Saudite. Që do të thotë Irani me faktin që kërkon të nxjerrë jashtë strukturës politike ose skemës politike të lindjes mesme, Shtetet Bashkuara është për të zvendësuar këtë fuqi. Në këto kushte vendet arabike ndihen të kërcënuara midis pushtetit ose influencës amerikane dhe influencës së nesërme që mund të jetë iraniane. Kjo sjell pikërisht në këtë. Kuptohet që këtu kemi dhe një ekuacion tjetër që është ekuacioni i Izraelit, që nuk duhet ta mohojmë. Por ekuacioni i Izraelit është pak më i ndërlikuar, sepse lidhet jo vetëm me ekzistencën e Izraelit, ku iranianët e mohojnë ekzistencën e Izraelit, nuk janë vetëm ata, janë dhe disa shtete të cilët nuk e njohin Izraelin. E vërteta është që deri mbas vitit 1973 Izraeli nuk ka një luftë me një shtet në lindjen e mesme, e ka me kryesisht deri në 73 ka qenë lufta e fundit me shtetet arabe. Dhe si e tillë, por kemi dhe një ekuacion 67 duket, ka filluar 73. Por kemi dhe një ekuacion tjetër që është Palestina. Po. Dhe këtu tani vim tek pyetja, a e pranon dot lindja e mesme ndryshimin e balancës fuqive në rajon duke kaluar nga një influencë amerikane në një influencë iraniane? Pyetja e parë. A është dakord Amerika? A ishte në interes të Amerikës të ndryshojë kjo balancë? Jo. Sepse po i ndryshojë kjo balancë, atëherë para një riskon atë që është elementi më i rëndësishëm ekzistenca e Izraelit. Po. Që është aleati vet kryesor në rajon. Është aleati kryesor. Ne mund të themi çfarë të duam, është aleati kryesor. Po, ne po flasim AB. Ashtu. E dyta, është fakti që Amerika
që të jesh fuqi globale ke përgjegjësi, detyrime dhe përfitime. Problemi që Amerika ka dhe detyrime ndaj fuqive ose ndaj atij që quhet rend apo status quo. Rendi botror. Rendi botror. Dhe kjo është, në qoftë se kërcënohet rendi botror në një rajon të caktuar, ndryshe nga ajo që është rënë dakord, që palët kanë rënë dakord ose ata që janë pjesë të këtij, atëherë Amerika përdoret si një instrument për të rregulluar këtë rend. Dhe këtu vim tek pyetja, çfarë interesi ka, se po ta shikojmë të gjitha vendet janë të interesuar që edhe pse sulmi ndaj Iranit duket si pa justifikuar nga pikpamja e drejtës ndërkombëtare, të gjitha vendet janë dakord që Amerika mos të riqet nga lufta në Iran. Po. Pjesa e vendeve arabe. Po. Sepse ndjen literalisht kërcënuar nga Irani. Pikërisht. Është në interesin e tyre kombëtar. Cili është objektivi? Këtu tani cili është objektivi? Nëse ne përcaktuam cili është interesi, do përcaktojmë cili është objektivi. Po. Objektivi nuk përcaktohet zakonisht në deklarata politike, përcaktohet në urdhra operacionale. Po. Dhe urdhrat operacionale i ka ushtria. Por, në qoftë se do ta marrim shkallë, objektivi i parë në gjykimin tim dhe që është i përcaktuar në urdhra operacionale është demilitarizimi i Iranit. Që do të thotë? Si mund të arrihet kjo? Mund të arrihet nëpërmjet goditjes nga ajri të gjithë infrastrukturës ushtarake, por dhe ekonomike. Kjo sjell demilitarizim. Ndryshe, goditja e infrastrukturës ushtarake e demilitarizon. Goditja e infrastrukturës ekonomike nuk i jep pasaj mundësinë të rikuperohet për një kohë të shkurtër. Po. Nuk hedh dot investime në ushtri më, domethënë, sepse duhet të rikuperohet. Vim te varianti Libia. Vim te varianti Libia. Ishte fuqi u shkatërua, akoma nuk po merr dot vetëm. Vim te varianti Libia. Varianti i parë. Gaddafi. Objektivi i parë. Objektivi i dytë, ndryshimi i regjimit. Ndryshimi i regjimit mund të ndodhi vetëm në dy rrethana. Në qoftë se ka një opozitë të brendshme, ose ti në qoftë se fut forca toksore. Ndryshe nuk mund të bëhet. Forca toksore është e pamundur. Amerikës i duhen 1 milion ushtar. Atëre, rezistencë të brendshme s'ka, dhe po ta shikosh, ky objektiv ka rënë me kalimin e kohës. Pavarësisht se u artikulua në momentin e parë si një presion. Edhe po artikulohet akoma. Pra, ai mund të jetë një efekt që mund të ndodhi mbas. Objektivit mbasi të arrihet objektivit parë, mund të arrihet në mënyrë graduale, por nuk mund të arrihet dot me njën në këto kushte, sepse nuk ka opozitë brendshme dhe nuk mund të bëhet forca toksore, nuk mund të ata kanë edhe një problem se ndryshe nga çdo shtet tjetër që ne kemi mësuar, për shembull Iraku nuk kishte ndonjë fanatizëm fetar. Ata thjesht ishin disa të korruptuar, Sadami që i kishte bler gjithë. Në fund në pjesa më e madhe dhe u dorzuan. U dorzuan, dezertuan dhe e shitën. E treguan amerikanëve që ja ku është. Kishte shumë element Iraku të ndryshëm. Kurse këtu ka një problem. Ata janë fundamentalistë islamik, po kanë edhe një problem tjetër se këta i quajnë si vikingët Valhallën. Këta i quajnë shahid, e quajnë veten shahid, martir. Ne duhet t'i japim Cezarit atë që i takon Cezarit. E para një që duhet jemi realistë. Irani është një nga vendet më të kulturuara në rajon. Është djepi i kulturës botërore. Duhet të japim atë që djepi kulturës. Fakti që nëse Irani do të kishte një sistem demokratik, kambini e Irani dominonte rajonin. Por agresiviteti dhe sistemi teokratik që kanë ata, kjo ata i kufizon sepse i bën agresiv. Pra nëse do të kërkonin një fuqi rajonale të butë me një sistem demokratik dhe me mençuri ose me monarki parlamentare pak rëndësika kishte demokraci. Dhe mund të arrin, po duhet të ishte e butë, jo agresive. Sepse prish interesat e Amerikës, që është balanca. Është balanca. Amerika i vendos balanca atje. I ruan balanca sepse nëse do të largohet Amerika, do të jetë e vështirë ruajtja e balancës. Por nëse futet Irani, këto balanca prishen akoma më keq sepse prishen tek çështja e Izraelit, prishen njerëz zakonisht keq. Pra që do të thotë që dhe objektivi i tretë ishte demokratizimi. Ky nuk mund të ndodhë pa ndryshim regjimi. Pra, sot që flasim, ne jemi në kushtet që objektivi primar kryesor i Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të Shtetet Bashkuara, duke përfshirë dhe Izraelin, po këtu do ta shikojmë se Izraeli ka bërë një lloj pakt dyshim,
është demilitarizimi i Iranit dhe rrëzmimi ekonomik me qëllim E ndora nga Swifti. që ai mos të jetë më kërcënim rajonal për 20 vite të ardhshme. Pra ky është objektivi final. Pastaja, se si ndryshoj kjo, se po ta shikojmë në fillim të luftës Amerika nuk godiste infrastrukturë energjetike. Godiste vetëm objektiv ushtarak. Dhe Izraeli bëri një gaf. Bëri gafën që filloi goditi fushat e gazit që ndan Irani me Katarin. Dhe këtu ndryshoi skema. Deri në këtë moment objektivi amerikan ishte i qartë. Demilitarizim. Nëse do kishte ndryshim regjimi, kjo do të vare, jo do po të fusheshin kurtët, po të kishte gjë që ishte alternative. Shikoj, unë mendoj prove se u futën po ishin shumë pak. Amerikanët u futën pak në kurth nga aleatët e vet. Normalisht Izraeli i futin kurth. E di pse u fut në kurth, sepse në momentin që doli lajmi që po armatosen kurdët e Veriut në Iran, u fut direkt në lojë Turqia, se njerëzit nuk e kuptojnë webin gjeopolitik. Çfarë ndodh këtu? Shikosisht reflektohet atje. Në zakonisht në operacione ushtarake ka objektiv, ka dhe kapacitete. Po. Në qoftë se objektivi jot është për te kapacitete ose nuk arrit dot me kapacitetet që ti ke. Po. Atëherë ke dy mundësi, ose të rritesh kapacitetet ose të ulësh objektivin. Po. Që ato të përputhen. Po. Tash çfarë ndodhi? Kapacitetet e Shtetit Bashkuar të Amerikës ishin kufizuara në luftë. Po. Dhe ishte me bazë në det, nuk ishte me bazë në tokë. Tokën pothuajse i kishin lënë të gjitha bazat ishin boshatisur, se dhe goditje kur është bërë baza nuk është vrarë asnjëri se ishin boshatisur. Dhe Shtetet Bashkuara këtë kishin. Goditjen nga ajri, demilitarizim dhe largim. Ky ka qenë objektivi kryesor. Por ky objektiv deri në fazën deri 10 ditë e para dukej se po ecte me sukses, dhe në fakt po ecte me sukses. Filloi rënja e goditjeve të Iranit, pavarësisht numrit që vazhdonte të godiste, por nga pikpamja e intensitetit filloi të binte. Çfarë ndodhi? Goditja e fushës me gaz ndryshoi skemën, duke i dhënë Iranit të drejtën tashmë të godasi dhe ai në mënyrë proporcionale të gjitha fushat e gazit, të ujit e tjera në krahun tjetër dhe të bllokojë Ormuzi. Këtu filloi bllokimi i Ormuzit në një farë mënyrë i deklaruar. Dhe jemi në kushtet që sot, po ta shikojmë parë presidenti Trump pati një deklaratë gati 30 minuta. Ai nuk e përmendi negociatat në asnjë moment, vetëm një gjë, tha që mbas datës 6 do të kalohet në tokë të djegur. Do të kalohet në kohën e gurit. Ideja është kjo, me sa kuptoj unë, që ata do t'i bëjnë një pastrim të plot, një demilitarizim të plot, një goditje të industrisë energjetike, kryesisht, dhe do të largohen. Kjo nuk do të çojë në ndryshim regjimi, por regjimi do të jetë i vështirë të mbijetojë pas kësaj. Domethënë, juve mendoni se regjimi do jetë i vështirë të mbijetojë pas kësaj. Po, do ta ketë shumë të vështirë të mbijetojë pas këtij sulmi. Po ndërkohë domethënë që një ditë lufte me Iranin, Amerikës i kushton 1 miliard. Nuk është problem. E ka 1.000 miliard buxhetin vjetor. Po apo thellon borxhin publik? S'ka problem. Nuk problem. Borxhi publik në Amerika 30 vjet që vetëm thellohet. Po, sa 1.3 trilion. Shiko, ki parasysh një gjë. Në Amerikë mënyra e të menduarit financiar është ndryshe. Është ndryshe nga, po kanë kapitalizëm tegër ata, kanë pastër fare, klasik. Unë kam qenë kur kam qenë në Afganistan, nuk kam bërë një llogaritje atyre për një çështje dhe ditë gati 12.5 milion dollar që duhet të paguanin për një çështje, për një projekt i cili do të zgjaste gati 5 vjet, pa ata nuk do të shpenzonin 5 vitet e ardhshme gati 50 milion dollar. Dhe u them, shumë 12.5 milion. S'ka problem thaj. Ne harxojmë sot 12.5, por nuk harxojmë 50 milion në 5 vitet e ardhshme. Më kupton, pra kanë kulturën e investimeve, ata dinë investimet. Kanë mënyrë tjetër të menduarit financiarisht. Pse? Sepse dhe kanë burime. Domethënë, të jemi realist, buxhetin e mbrojtjes kanë 45% buxhetin e mbrojtjes global. Buxheti i mbrojtjes tyre zë vendin e 45%. Kina ka 30% të buxhetit të mbrojtjes së Shtetit Bashkuara. Më thënë 30%. 30% të 45% që ka Amerika të botës. Amerika ka 100 miliard. Kjo është 45% e buxhetit global.
Kina e ka 250 dhe 270 miliard. Pra, Kina nuk i kalon 30% të buxhetit ushtarak të Shteteve të Bashkuara. Pavarësisht se ne shikojmë 3D e tjera, Shtetet e Bashkuara, kjo luftë tregon një gjë. Shtetet e Bashkuara janë fuqi ushtarake e jashtëzakonshme. Dhe kjo luftë tregoi që Amerika nuk i pati problemet nga fuqia ushtarake apo nga mendimi ushtarak, i pati nga politika. Po. Nëse politika nuk është e qartë, në objektiva të cakton, ajo e kthen dhe keq përdor ushtrinë në një farë mënyre. Është shumë e vërtet. Shikoj, profe, neve kemi një lloj paqartësie këtu, sepse shumica shikojnë Iranin, u blloku Hormuzi, na u rrit nafta. Po shikojmë një gjë që ka rënë disa mite. E di pse ka rënë disa mite? Sepse u nis 2003 në Irak, do shpërndajmë demokraci, do rrëzojmë Saddam Hussein. Është retorik. Retorika, po retorika u flitet pacientëve që i them unë, kupton? Se për ata flitet. Ata që nuk e kuptojnë, për ata që nuk e kuptojnë politikën përdoret fjala demokraci. Po, tani për ata që e kuptojnë përdoret fjala interes. Unë ja kam gjan Trumpit thonjza vetëm për një gjë që nuk u hoq si diçka që nuk është. Do vete sepse kam interesin e Amerikës ta zotëri. Shiko, çdo njeri, të gjitha shtetet, të gjithë presidentët e kanë pas këtë interes. Nuk e kanë përdorur në mënyrë ekstreme me forcë, kanë përdorur mekanizma të tjera. Ky përdori këtë mekanizëm, soft power, sanksione, marrëveshje e tjera me fjalë. Pra, por gjithmonë Irani mundoi të shkiste. Se kuptohet, janë njerëz inteligjent. Janë super inteligjent, jo inteligjent. Dhe mundojnë të shkiste. Trumpi ishte më i drejt për drejt, këta na kanë shkar 30 vjeta, nuk do na shkasin më. Por thelbi është i tillë. Po marrim dhe Irakun. Ose Afganistan, që është rasti më tipik që thonë Amerikanët dështuan në Afganistan. Jo, nuk është e vërtet që kanë dështuar. Këtë ta garantojmë. Pse? Pse hyn Amerika? Cili ishte interesi amerikan në Afganistan? Se kjo më intereson. Një, vetëm një. Afganistani nuk mund të përbënte më kërcënim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po. Edhe i la luftë hapur me Rusinë, edhe me gjithë Qinjët. Çfarë ndodhi? Nga dita që ka hyrë deri më sot nuk ka qenë kërcënim për Amerikën. Jo. U mundua që të ndërtoj shtetin. Ata nuk duan ata. Po nuk e bëndote se s'doaj tjetër. Nuk doaj. Ata janë talibanë. Shiko, Afganistani ka dy probleme. E para është kulturë tjetër, dhe e dyta, të jemi realist, atje sistemi është tepër i korruptuar. Tepër i korruptuar. Kushtuar me korrupsion o profesor, si se edhe ne jemi shteti korruptuar, po atje është. Jo, atje çdo njeri pjesë e korrupsionit. Mendon si të bëj lek me korrupsion. Çdo në punës shteti mund të jenë të rrallë, shumë të rrallë, ata që të cilët punojnë me ndeshmëri, po ata dalin jashtë loje. Dhe është sistemi i tillë. Është sistemi, e kanë në gjak, është krijuar ajo kultura e tillë. Dhe si e tillë amerikanët u munduar 20 vjet nuk në fund fare i lan pushtetin talibanëve vetëm me një kusht. Nuk do kërcënoni me Amerikën dhe rajonin. Po. Në qoftë se ju do kërcënoni Amerikën dhe rajonin, dhe ata kanë 5 vjet kanë marrë pushtetin dhe nuk ndjen. Në momentin që ata do ndjen, do t'i ndodhi një lloj si Irani. Pra ndaj po them që nëse nuk unë nuk e quaj dështim se Amerika e realizoi qëllimin e saj. Termi demokraci përdoret për ata që nuk e kuptojnë politikën. Për ata që e kuptojnë politikën përdoret termi interes kombëtar. Dhe interesi kombëtar i Shtetit Bashkuar të Amerikës u arrit dhe në Afganistan dhe në Irak. Pse Iraku, një lloj si Irani sot, tentoi të ndryshojë balancat rajonale. U bë superfuqia e rajonit. U bë superfuqia e rajonit, por në atë rajon dihet kush janë dy kaposhët. Dy kaposh ka ai rajon. Është Izraeli dhe Arabia Saudite. Të tjerët janë. A kur thua Arabia Saudite ka thënë Amerikën se ata janë beduin, janë disa beduin që mbrojtjen e ka nga Amerika. Pra, ndaj po them që në momentin që ti tenton të prishësh këtë balancë rajonale, ti do bëhesh viktim. Dhe këtë tentoi dhe Saddami, këtë tentoi dhe Irani. Këtë tentuan ata Afganistanin 2001 kaloi dhe më keq. Prandaj them që me çka kuptoi unë, presidenti Trump i u dha mundësinë
duke e ditur që ata nuk do ta shfrytëzojnë mundësinë. Sepse janë inteligjent, po janë dhe kokshka. Pra, nuk do ta shfrytëzojnë mundësinë dhe u dha mundësinë qoftë edhe në parim që të bindi opinionin publik që ja, unë jam edhe për marrëveshje. Dhe në datën 6 unë personalisht parashikoj një goditje masive nga ajri. Një goditje masive nga ajri. Masive nga ajri. Domethënë, është e ngjashme me atë shprehjen që i tha Xerxi Leonidës në betejën e Termopileve që po nuk mu binde mua, unë do ta mbuloj diellin me shigjeta. Sakt. Është e njëjta gjë. E njëjta gjë. Unë kështu e parashikoj. Dhe mbas kësaj do të largohet. Po shikoj, ka bërë dhe një deklaratë tjetër se e di sa nuk më pëlqen më profe. Mua nuk më pëlqen. Okej, jam shumë dakord me ty se vim të dy nga e njëjta fushë të paktën. Që e kuptojmë, shikojmë real politikën, nuk e shikojmë me dashuri, me bla 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 këto pisliqet. Nuk ka dashuri mes njerëzve, ka humbur dashuria me njerëz, do ketë mes s'ka dashuri institucioneve abstrakte. A kupton që shteti është absurd në thelb, është nocion. Ka filluar një përçarje në NATO. Kishte bërë deklarata 30 minutë, një nga pasazhet ishte është që do të ne vajtëm, realizuam objektivat tona, e thyem mbrojtjen e tyre ajrore, i goditëm pikat ushtarake dhe strategjike. Neve naft kemi për veten ton, se ka 98% të resurseve të naftës Amerika të vetat i ka të pashfrytzuara. Ka dhe rezervë më të madhe të botës për rërën bitumin. Ka dhe Venezuelën tani. Edhe Venezuelën pra për naftën bituminoze. Edhe i thot, hajde ose blini tek unë, ose ik pastroni. Ose shko merre tani mbaroni vetë punën, get the job done. Se hapa unë tash mbyll ti. Shiko, ki parasysh. The America will remember. Shiko, edhe një herë. Shiko, në fakt në qoftë se do të analizojmë veprimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës në periudhë, duhet ta shkëputim pak nga retorika e Trumpit. Sepse në fakt politika amerikane nuk është retorika e Trumpit që ngrihet në dytë mëngjesit dhe bën ai tyte. Po. Janë institucionet që funksionojnë mbrapa mbrapa presidentit. Mbrapa presidentit, janë forcat e armatosura të tjera, pavarësisht se ai ka një sekretar mbrojtje i cili nuk është i aftë për atë punë, gjithsesi Peter Thigel. Hegseth, po. Pra, nuk është ky problemi. Problemi është që funksionon ndryshe sistemi amerikan. Funksionon ndryshe. Pra, institucionet pavarësisht se mund të kesh një president si presidenti Trump i cili ka një autoritet, një një ego të atje, përsëri institucionet kanë atë influencën e tyre, ndoshta minimale, por e kanë. Dhe deklaratat e presidentit Trump janë edhe për një arsye tjetër. Shiko, e para Amerika nuk del dot nga NATO. Nuk del dot. Pse? Sepse ligji është i tillë që duhen o 60 o 80% i Senatit të votoj pro. Okay. Domethënë ligjin e ka bër Marco Rubio. Po. E kupton? Të pamundson Kongresit dhe Senatit, po. Ai mund të bëj pezullim të përkohshëm nga NATO, mund të heqi drejtuesit, ti shkarkoj ti heqi. E kupton? Por nuk bën dot largim nga NATO. E kupton? Nuk e bën dot. E para. E dyta, në këtë lloj situate që u krijua, sepse mbas goditjes fushat naftës u krijua një përshtellim shumë i madh sidomos me Hormuzin. Po. Natyrisht që presidenti Trump ka dy variante, ose tre, të thot fajin e ka unë, fajin e ka Izraeli, apo fajin e ka NATO. E kupton? Po. Kështu që edhe është një lloj dalje, një lloj makinacion ose varianti për të thënë që shiko, ne kemi këto lloj probleme se nuk po na ndihmojnë NATO. Në fakt, NATO si organizat nuk ka lidhje me Hormuzin, sepse NATO funksionon vetëm mbi bazën e nenit 5. Pra në rast se nuk aplikohet neni 5, dhe ne nuk kemi në kushtet e nenit 5, sepse asnjë vend i NATO-s nuk është sulmuar, po. E kupton? Po. Por çështja është individuale me shtetet. Në rast se do të ndonjë shtet do të japi kontribut, nuk mund ta bëj dot këtë nëpërmjet NATO-s, duhet ta bëj individualisht. Po. Atëherë çështja është që presidenti Trump nuk thot që vendet europiane si Gjermania etj nuk po na ndihmojnë, po thot NATO nuk po na ndihmon. Kjo nuk është e vërtetë. Duhet të thot vende aleatë tanë në Europë. Disa prej aleatëve tanë. Disa aleatë në Europë si Gjermania, Hollanda, Britania, Franca etj nuk po na ndihmojnë. Kaq, NATO nuk ka lidhje. Por e gjithë kjo është një manovër
me çka kuptoj unë edhe për të krijuar një lloj shfaqësimi për situatën që është krijuar. Situata është tepër komplekse. Pse Hormuzi është ai që po i bën të gjithë presionin presidentit Trump. I gjithë presioni pse? Hormuzi ka bllokuar 20% të trafikut naftës, 25% Të trafikut trafikut gazit. botror, po. Ka çorientuar ekonominë, motorin e ekonomisë globale. Ne jemi mirë të vesh në lindjen e largët Indi, Kin, po, Pakistan, po. Ceylon, Nepal, ku themu Tajland, Filipine, Malajzi e tjera, situata është jashtëzakonisht e keqe. Furnizimi është mëkej se me tollon. Pra pse ato janë vende që varen nga 50 deri në 100% nga nafta e gjirit. Po llogaritë pak nafta, do të thënë nafta që i duhet Kinës për industrinë e saj, kapte shifrat e 80%. Po pra. A kuptoni çfarë bëhet tani? Është Pra paralizuar jemi Kina. në kushtet që ata dhe ky është presion ndaj presidentit Trump, por ç'është a mund të lirohet? Natyrisht në qoftë se shiko, le të flasim pak për Hormuzin. Po, Hormuzi. Se ç'është se nga një herë dhe ngatërojmë. Hormuzi është ngushticë ndërkombëtare. Po. Duhet të ndajmë ngushticat ndërkombëtare nga kanalet artificiale. Se këtë duhet ja kuptoj edhe njerëz, më thon kanali i Hormuzit. Ngushtica ndërkombëtare është ngushticë natyrore. Po. E cila lidh një det ndërkombëtar me një det ndërkombëtar. Jo det kombëtar me det ndërkombëtar. Për shembull, kanali i Korfuzit që është ngushticë dhe ajo nga pikpamja gjeografike nuk është ngushticë ndërkombëtare. Sepse lidh detin ndërkombëtar që është në Jon me detin Paxos në jug që është territor i Greqisë. Pra nuk është, aty ekziston e drejta e kalimit paqësor themin. Kurse në një ngushticë ndërkombëtare ekziston e drejta e kalimit tranzit. E drejta e ndënimit tranzit është e ndryshme nga ajo paqësor. Sepse gjatë kalimit tranzit anijet luftarake ngrënë dhe ulën helikopter, i kanë të gjitha pajisjet aktive, jo pasive, në ndecet mund të kalojnë gjendjet në nënujshme, pra është një lloj sikur të jetë në det të hapur. Vetë dhe kalimi është i lirë pa pagesë. Papagesë. Po. Është kurse në kanalet artificial kalimi është me pagesë. Po themi po ngushtica turke janë natyrale. Është pa pagesë. Janë natyrale. Çdo njeri e vetmja gjë që mund të bëjë shteti, bregdeta është të vendosë rregull. Pra atë që ne i themi zona të separuara. Pra një lloj trafiku si autostradë. Po. Në semafore kalon ti, do ndalosh ti, do eci tjetri, njëri kalon djathtas, tjetri majtas. Si quhen këto korridore janë zona të separuara. Po. Dhe e dyta mundet ta bllokoj. Për çështje të rëndësishme të sigurisë kombëtare, por me një kusht. Pa diskriminim. Ose të gjitha, ose asnjë. Po kjo është thyer. Është thyer kjo. Pra mund ta pezulloj për arsye të sigurisë kombëtare për të gjitha anijet pa prishtim. Po. Pra lejohet. Po. Për një periudhë të caktuar. Po. Pra në këto kushte ngushtica e cila përbën 20-25% dhe përbën një element të rëndësishëm të motorit ekonomik global, është jemi në këto kushte që ka këtë situatë. Por nuk kemi vetëm këtë, kemi dhe detën e Kuq, kemi dhe kanalin e Suezit që po e kërcënon Houthi. Dhe Houthi, përveç se ka goditur Izraelin dhe Arabinë Saudite, ka dëmtuar dhe ekonomikisht dhe financiarisht Egjiptin. Pra, organizata proxy e Iranit nuk është se ka kërcënuar vetëm Izraelin dhe Arabinë Saudite, por dhe Egjiptin. Absolutisht po. Dhe këtu jemi në kushtet që, prandaj është ajo që thash që të gjitha vendet, edhe pse në fillim nuk ishin dakord që të goditej Irani, një pjesë e mirë nuk ishin dakord, sot duan që Shtetet Bashkuara të mos ndalojnë në veprimet e tyre. Pse? Çfarë do ndodhi nëse amerikanët të riqen sot? E para është fitore morale për Iranin dhe e dyta është një moment avantazhi strategjik që do t'i krijohet Iranit në ndryshimin e balancave në linjën e mesme. Atëherë të gjithë vendet duan që Amerika ta mbaroj punën që ka zënë, pavarësisht se nuk po e mbështesin.
e kanë mbështetur në kuptimin moral, por vendet e gjithit faktikisht ka dhe nga ato që edhe pa u deklaruar kanë hyrë në luftë. Po. Ato hyrë me mercenare me financime. Në luftë me financime, me mercenare të tjera, por nuk duan të hyjnë direkt, por nuk është çudi që në një moment caktuar detyrën. Tash çështja që ndron që në fakt pika më delikate është kanali i ngushtica e Hormuzit. 70% e trafikut global kalon nëpërmjet detit. Po. Më fal, 90%. 90% e gjithë trafikut global. 70% e gjithë si përfaqësisht stokësh është det. Po. 80% e popullsisë së globit jeton jo më larg se 200 kilometra nga buzët e detit. Dhe 80% e kryeqyteteve të botës janë jo më larg se 300 kilometra nga buzët e detit. Po. Pra këtu vim te koncepti sa i rëndësishëm është deti, por sa i rëndësishëm janë këto pika, këto ngushticat që në gjuhën terminologjinë angleze quhet choke point, sepse ti në qoftë se ti kontrollon ngushticat, ti kontrollon tregtin botror. Në qoftë se ti kontrollon tregtin botror, ti kontrollon ose influencon politikat e shteteve të cilët kanë interesa. Kjo është teoria që rrëzon ose kundërshton spaku teorinë e Hartlandit me Kinderit. Që thoshte kush zotron zemrën e tokës, zotron botën për Rusinë. Pra kjo është e gjithë gjë, kjo është e kundërta. Kjo është kush zotron Rimlendin, që është Rimland. Rimland që është afër detit, pjesa prezorës. Ajo mund të ketë një teori kur kryesisht 1915-s, 1919 që ishte toksore konvencionale me transheme. Dhe e ka parë botën, e ka parë të kufizuar kryesisht në Europë. Po. Ne po flasim për globale tash, po. Global. Sot kush kontrollon ngushticat ndërkombëtare, siç është po marrim Gibraltari. Po. Ngushtica turke. Hormuzin, ngushticën me Malakës. Panaman, Suezin. Kush kontrollon këto pika, kontrollon tregtin globale. Kush kontrollon tregtin globale, kontrollon ose influencon politikën botërore. Dhe sot i vetmi shtet që i kontrollon këto? Që ka fuqi të kontrollojë janë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse? Kanë fuqinë më të madhe detare në botë. E para nga pikpamja e anijeve. E dyta, janë i vetmi shtet që ka baza detare në të gjithë globin. Po. Mbi 60. Ka dhe Kina, ka dhe Rusia, po Rusia sot ka një, vetëm aty në dalje të Suezit, nga krahu jugor, është ai shteti i Arova, si e ka emrin. Eritrea. Jo Eritrea, jo, është Djibouti ka Djibouti është koloni penale, se unë e përdor gjithmonë atë Djibouti. Ka bazë kineze, ruse, amerikane, britanike, italiane. Aty kanë shumë të bardhë se sa njerëz afrikanë. Pra, Rusia sot ka vetëm në Djibouti. Ka dhe një bazë të përkohshme në Libi. Kina ka vetëm në Tajland, në Kambodje, ka në Sri Lanka, apo në Ceylon, ka dhe në Djibouti. Kurse Amerika ka në të gjithë globin ka fuqi. Pra, që do të thotë që Amerika është i vetmi shtet që sot kontrollon realisht hapësirën detare globale. Por të kontrollosh hapësirën detare globale do të thotë ti jesh në gjendje të influencosh situatat në tokë. Po. Pra, e vetmja mundësi që sot ti të kontrollosh një situatë në tokë është nëpërmjet detit. Po. Kush kontrollon detin, kontrollon tokën. Teoria është ndryshe. Po. Se evolojnë teorinë. Kush kontrollon detin, kontrollon tokën. Dhe këtu vim tani si do zgjedh. Si e kontrollon sot Irani ngushticën e Hormuzit? Në teorinë detare ka dy teori, kontroll detar dhe mohimi kontrollit detar. Më thon, këto ndryshojnë te mohimi, po çfarë quhet mohim? Ja, ta them. Që të realizosh kontrollin detar ti duhet të kesh kapacitete që ta ushtrosh këtë. Kontroll. Pra, që do të thotë, unë e ushtroj kontroll, e ushtroj autoritetin tim në këtë hapësirë detare dhe ti nuk e ushtron dot. Ky quhet kontroll detar. Mohimi kontrollit detar do të thotë, unë nuk e ushtroj, po të mohoj ty të drejtën ta ushtrosh. Po. Unë nuk e ushtroj dot sepse s'kam kapacitet. Po ta mohoj dhe ty. Po ta mohoj dhe ty. Atë çfarë ndodh? Iranit i shkatëruar e gjithë flota detare, kapitale. Po.
nuk ka më anije të mëdhaja, nuk ka anije të zakonshme. Ka vetëm 10 nëndece të vogla, që i themi nëndece xhepi, Po. ka dhe këto mushkonjat, skafet e shpejt, kaq ka fuqi. Këto nuk arrin do të bëjnë kontroll të hapësirës detare, por janë në gjendje të mohojnë palës kundërshtare kontrollin detar. Pse? Sepse mjafton që një anije të bjerë në minë, dhe kjo do të thotë që për 3 muaj trafiku të bllokohet në mënyrë automatike derisa të bëhet pastrimi. Kontrolli i minave dhe pastrimi i minave, se ka 2 operacione. Kontroll çminim kontrollu, si ti shikon ka mina apo jo, dhe pastaj vin çminimi normal që kur ka mina. Ky operacion vetëm për Hormuzin me kapacitetet më të mira që kanë sot amerikanët, britanikët e tjerë, mund të zgjasin nga 2 deri në 3 muaj. Pra që do të thotë sot Irani, edhe pse nuk e kontrollon Hormuzin, ja ka hequr të drejtën kundërshtarëve të saj që ta kontrollojnë atë. Dhe jemi në kushtet e një zbrastie ku askush nuk e kontrollon më. Po si ka mundësi? Do thënë nuk kanë flot detare. Po, edhe Ukraina. Ja kemi rastin e Ukrainës. Po. Ukraina nuk ka flot detare. Po. Por Rusia nuk e ushtron kontrollin detar në perëndim të detit zi. Po. Pse? Sepse Ukraina çfarë përdor? Përdor dronet, Po. përdor dhe raketat. Po. Dhe vetëm me të njëjtën që bën te Irani. Me të njëjtën. Në qoftë se ai e ka me nëndece dhe me mishkonja, Ukraina përdor raketat nga tokë det, Po. ose skafet, dronet detar nga bregu në det. Pra, kjo është mënyra, po ai vetë nuk e kontrollon dot. Nuk ka kontroll kjo të bëj ai çfarë të dojë në këtë hapësirë detare, jo, nuk ka mundësi të veproj. Por ja ai këtë drejt dhe Rusisë. Pra, kjo është mënyra se si po funksionon sot. Dhe çfarë do ndodhi? Në qoftë se ne do të kemi një operacion ajror që mos të shikojnë më diellin, Pikë është prej Xerxit. Atëre do të thotë që po përdorim shprehjen e një imperandori pers kundër vetë persianëve, se kjo është absurdi. Ky është absurdi. Në qoftë se do të ndodhi kjo, atëre do të thotë që Shtetet e Bashkuara dhe aleatët, po themi, do të bëjnë pastrim, dezinfektim të plot të Bregdetit nga pikërisht nga këto mjete të cilat i mohojnë kontrollin detar. Po mirë, tani unë kam lexuar që aparaturat ushtarake dhe bombat teknologjisë fundit të Iranit janë të varrosura, thonjza, deri në 600 metra nën tokë, nëpër tunelet e tyre. Edhe ka një sipërfaqe prej 1.5 milion kilometra shkatror, që do të thotë që ka dhe thellësi strategjike. Juve kuptoni më mirë se sa unë thellësinë strategjike. Sa kostoze, dhe mos është një fitore si e Piros kjo? Dhe duke parë konfigurimin gjeopolitik, mos është bërë vallë bashkimi, plenimi më sakt i dragojt me Ariun, dragojt kineze dhe Ariut rus. Do të thotë kjo lloj lufta e ruajtjes status quo-s së Amerikës, nga ana tjetër e kundërshtarët e vet që janë e njëjta peshme atë, pra si puna e Tysonit me Holyfieldin me Lennox Lewis, që njëri mund të jetë më i mirë se sa tjetri ose më i fortë, po ata janë gjithë në njëjtën kategori dhe gjithë janë potencialisht që mund ta rrëzojnë njëri tjetrin. Kemi Rusinë dhe Kinën, që ndoshta tek përballë Amerikës janë shumë dobta, po bashkimi të dyjave mund të krijojë një monster, mund të krijojë një përbindësh, një leviatan, i cili të sjellë shumë probleme. Ata janë të bashkuar. Po jo ai shumë. Problemi është që nuk janë të bashkuar ushtarakisht. Po janë të bashkuar politikisht, diplomatikisht, ekonomikisht dhe po, jemi dakord bashkë ata janë armiqt lindur, nuk ka armiqt më të lindur se sa ata? Jo, por problemi qëndron cili është çfarë ata janë në gjendje të ofrojnë Iranit. Se problemi teknologji. Sot Irani nuk ka nevojë për të. Sot Irani është keq financiarisht. Dhe do të jetë akoma më keq. Pse? Nëse Iranit i ndërpriten të gjitha burimet për tregti, për shitje, për eksport të hidrokarbureve, Irani mbaroi ekonomikisht. Po nuk është duke shitur Irani Rusisë dhe Kinës? Jo, është duke shitur. Në këtë moment i është lejuar nga presidenti Trump edhe Irani të shes. Ishtë lejuar. Por kjo nuk do të thotë që mbas datës 6 do t'i lejuar. Pra, juve po flisi për datën 6. E dyta, gjithmonë unë flas për pas datës 6. Po. E dyta, kryesisht mënyra e lëvizjes së
karburanteve apo të hidrokarbureve nga Irani në drejtim të vendeve tjera është vetëm nëpërmjet detit. Po. Është vetëm nëpërmjet, nuk është nëpërmjet tokës. Pse? Sepse Rusia nuk ka nevojë për karburantet e Iranit. Po. Kina nuk mund të kalojnë sepse duhet të kalojnë për Afganistan, pjesës tjetër që është shumë malore, ka pengesë gjeografike. Po. Dhe vetmja mundësi është vetëm nëpërmjet detit, që do të thotë ose Ormuzi, kryesisht në Ormuzi kalojnë sepse pjesa jashtë ka pas një projekt indian për të krijuar një port, kanë marrë një port me koncesion, por përfundimisht mbas presionit që bëri presidenti Trump me tarifat, ata hoqën dorë nga ky port që do ndërtonin jashtë Gjidit Persik. Dhe si e tillë, edhe për Iranin, Hormuzi përbën një pengesë. Pra, nëse sot ata e kontrollojnë sepse nuk mund të themi e kontrollojnë, po i mohojnë drejtën, nesër nëse do ta kontrollojë pala kundërshtare, Irani do të jetë përsëri i bllokuar. Po. Sepse në fundit e ishulli që gjendet afër Kuvajtit, Kargil. Aty është pjesa më e madhe e tregtisë ja të bëjnë ose pika më e madhe. Po pra, mund të bombardohet ai, siç është pretenduar nga Departamenti i Luftës. Të paktën deri tani nuk ka pasur interes të bombardojë sepse Amerika nuk ka dashur të godasë infrastrukturën energjetike, duke menduar që regjimi do të bjerë vetëm me goditjen e infrastrukturës ushtarake, por duket që regjimi është shumë i fortë. Shumë i fortë. Me thënë ka një i mbështetur në teokraci, i mbështetur në besima, në ideologji, është më i vështirë për të shërnjosur. E kupton, është karakteri i popullit, është dhe karakteri i popullit. Profesor, shiko shoqërinë tonë. Na mori një qoft larg, na mori i paketuar nga jashtë, na solli këtu vrau zotin 67-68-ën, krijoi individin socialist dhe neve po vojmë 35-40 vjet pas vdekjes time heqja të sheringën. Imagjinoj që i bombardon xhihadi që prandaj po them. Por gjithsesi një gjë është që çlirimi mbazat i gjatë, çlirimi i Ormuzit do të krijojë një problem më shumë për Iranin, sepse natyrisht do të krijojë aty probleme në tregti dhe në të ardhurat financiare mbasi është bërë. Kështu që të shikojmë, domethënë unë parashikoj data 6 pika, por nuk është Trump i paparashikueshëm, mund të veprojë dhe para datës 6. Mendon se ka një çarje, nuk po të fus tek këto dosjet Epstein, se nuk është kalibri joda i për të diskutuar, edhe pse ka një teori që ky sulm u bë sepse tok fjalë që Orsi më i shikuar i botës, më i kontrolluar ishte Epstein Files. Unë jam me këtë që influenca ka. Nuk duhet përjashtuar që influenca dhe ka në vendimarrje që mund të jetë për shembull rasti Epstein, mund të jetë korporata të ndryshme që kanë interes. Influenca ka, por influencat nuk janë ato të cilët dominojnë vendimarrjen. Po. Kjo është logjika, Edhe kjo është logjik sepse nuk mund të jetë një korporat më e fuqishme se vetë shteti. Se s'ka logjik. Por që influenca ka, në fundit të gjithë marrin vendime dhe vendimi që marrin në një moment të caktuar edhe influencohet nga faktor rrethanor në momentin e marrjes së vendimit. Profesor, kam një pyetje shumë të drejtë për drejtë. Nëse nuk do kishte ndodhur Gaza, do ishte ky lloj perceptimi për këtë lloj lufte? Sepse shumë njerëz janë pozicionuar kundër Izraelit, jo kundër Amerikës, por kundër Izraelit në luftën me Iranin, e kanë anashkaluar, e kanë futur një relativizim që Ajatollah atje, Ajatollah në Amerikë, Ajatollah në Shqipëri, Ajatollah në Gjermani. Ne bëjmë një gabim, shiko ku është gabimi që bëjmë në mënyrë të gjykuar. Ne gjykojmë një qeveri dhe e barazojmë me kombin. Për shembull, po bëjmë rastin kemi Amerikën. Unë ndaj administratën Trump nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Absolutisht po. Deri në datën 28 shkurt ishte në diskutim dinjiteti i administratës Trump. Po. Në datën 28 shkurt është vënë në diskutim dinjiteti i Amerikës. E para. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Në diskutim dinjiteti i Amerikës. Po. E dyta. Shumë njerëz barazojnë Netanyahu me kombin izraelit. Ky është gabimi. Është gabimi fatal. Pse? Shiko çfarë ndodh. E shikojnë zakonisht gotën gjysmë plota se ju si interesë. Qofse duhet paq. Unë nuk jam.
unë jam me atë, Netanyahu do të vënë gjykatë ndërkombëtare të Hagës, atje ku i takon, sepse ka përdorur urin si mjet, jo, akuza është kjo, ka përdorur urin si mjet lufte. Për këtë është përdorur. Urin si mjet lufte. Po, që s'ka lënë ndalonte ato maunet për të ka përdorur urin si mjet lufte dhe për këtë duhet vej. Por, në qoftë se do të duam paqe, duhet jemi realist. Dhe paqja në lindjen e mesme midis Izraelit dhe Palestinës ka vetëm dy kushte. Një, nuk mund të vihet në diskutim ekzistencë e shtetit të Izraelit. Kushdo që kërcënon ekzistencën e shtetit të Izraelit e ka gabim. Nuk mund të diskutohet. Dhe e dyta, Palestina duhet të vendoset, duhet të njihet ndërkombëtarisht në kufit e vitit 67. Tashti del dikush edhe thot, është normale. Thot, Izraeli ka pushtuar territorit e Palestinës. Dhe unë jam dakord që i ka pushtuar. Por pyetja është, a ka të drejtë një krau tjetër të thot mi ka pushtuar kur ti se një si shtet? Dhe ti e kërcënon. Ti se një si shtet. Ti e kërcënon. Nga viti 48 deri në vitin 73, Izraeli nuk ka sulmuar asnjë shtet. Jo, por Izraeli ka një veçori. Ditën e parë që ka shpallur në 48-ën, ka shpallur pavarësinë, pas 24 orësh 3 shtetet kufitare i kanë shpallur luftë, e kanë bombarduar. Ky është fakt historik. Dhe lufta e 67-s, dhe lufta e 48-s, dhe lufta e 73-shit, kanë qenë lufta të cilat Izraeli nuk i ka nisur. Është tjetër gjë, po marrim Gazën, nuk e E kuptoj, po flet me mua, profe, po flet me mua. Po marrim rastin e Libanit. Se njerëzit e shikon, dhe unë kam miq në Liban. Në Liban ka një perceptim të tillë, po shikosh nuk ka shumë reagime nga Libani kundër asaj që po bën Izraeli. Pse? E di pse? Sepse në Liban një gjë e din. Libani ka arritur në këtë gjendje që është sot vetëm për shkak të Hezbollahut. E din të gjithë në Liban. E kupton domethënë që fakti që shteti jonë është këtu është se kemi një organizat proxy. Sepse kemi 30 vjet që kemi një organizat proxy të Iranit dhe dikur të Sirisë. Pra, dhe sot ne jemi në këtë gjendje. U ngrit si organizat paraushtarake dhe u fut dhe në politikë. Dhe sot, dhe çfarë, u ngrit dhe një organizat ndërkombëtare OKB-ja, vendosi dhe një mision i cili parashikonte çmilitarizimin e Hezbollahut, çmilitarizimin e zonës jugore të Libanit deri nga lumi deri poshtë dhe nuk e bëri. Dhe në fund Izraeli kërcënoi pikërisht nga kjo zonë, nga Hezbollahu. Atëherë çfarë duhet bënte Izraeli? Duhet i bënte thirrje. Pra çfarë Izraeli po bën pastrim territori? E kupton? Tash i pyetësh po Izraeli apo e cënon integritetin territorial të Libanit sot? Kjo është pyetja. Kur nga Libani është goditur integriteti, është cënuar integriteti, goditja me raketa, quhet sulmi armatosur në drejt ndërkombëtare. Atëre në momentin që ti je sulmuar me raketa, janë 6 rrethana, në të cilat quhet sulmi armatosur, ti ke të drejtë jo vetëm të mbrosh, po të futesh edhe të arrashosh dhe shtetin tjetër. Ka vetëm një gjë prova. Pra, më kupton? E kuptoj shumë bukur. Edhe shumë e drejtë që thotë. Por ka diçka. Po flasim e bëre shumë të saktë të ndarjen qeveria nga kombi. Janë gjëra të ndryshme. Shumë bukura. Tani, kjo qeveri zioniste akuzohet ndër të tjera, Netanyahu bashkë me këtë Ben Gurione, më thet tash, që kanë krijuar falc flege nëpërmjet inteligjencës së brendshme e cila quhet Mossad. Dhe një falc flag ishte jo më larg se gjatë kësaj lufte, ku vetë Irani, që kishte bombarduar Arabinë Saudite, tha këto 2 raketat nuk i kam hedhun te kjo bazë amerikane. Radhën e parë, po, unë kam goditur Arabinë. Po, sepse Arabia më ka goditur. Po këto 2 bazat nuk i kam goditur. Edhe pse Arabia e verifikoi kush i ka hedhur. Shikoj, jemi në kushtet. Irani thot si ka hedhur unë, Izraeli si ka hedhur. Arabia Saudite është fuqia më e madhe ushtarake në rajon. Nuk është Izraeli. Po se ka bazë amerikane shumë në Arabia Saudite. Po edhe vetë shpenzimet ushtarake janë shumë më të mëdha se të Izraelit. Çështja është e verifikoj. Një dhe e dyta, përdorimi i zbulimit është, duhet të kuptojmë që ndodh ndryshe. Nuk ndodh si
një lloj si fuqia ushtarake. False flag ndodhin kudo. Po, këta e kanë metodologji. E kanë metodologjia. Sepse edhe 7 tetori, sa ka qenë 7 tetor, po. 7 tetori, edhe për 7 tetorin kanë hapur hetime tani më në Izrael, sepse që ata mund ta kenë ditur më përpara. Izraelitët janë popull shumë i zgjuar. Dhe e din shumë mirë se duart e kujt kanë rënë. Që Netanyahu mund ta ketë ditur më përpara, por e ka lejuar, është financuar vetë Hamasi për të krijuar. Pra nuk është ndonjë çudi, por thelbi qëndron. Kur unë them të ndajmë popullin nga qeveria, kam parasysh që populli nuk i thot kryeministit hapi luftë në Iran. Jo, absolutisht. Të paktën në këtë podcast që ke ardhur profesor Meçollari, neve kemi bërë gjithmonë një ndarje midis zionizmit politik edhe popullit vëlla izraelit. Është populli i cili edhe sot ngrihet në demonstrata kundër Netanyahu. Po. Është gjykata që dhe sot e ka në hetim për korrupsion, pavarësisht se ju vra prokurori pa dashje rrugës me makinë, kupton? Dhe këto gjëra ndodhin. Ne dim këtë, shikoj, në këtë podcast, ndryshe nga shumë podcaste tjera që o janë filo izraelit se marrin fonde ose janë kundër izraelit se marrin fonde nga të tjerët, këtu unë kam bërë vetëm një ndarje me familjen e dikujt, qoftë edhe të Ramës që është armiku im personal, se më ka prish jetën, pronat ma vështirëson ty, mua dhe të gjithëve neve jetën, punojmë si kafshë dhe nuk kursejmë dot as i llogjojmë fund muajit. Me djalin dhe me zonjën e tij nuk merrem kurrë. Sepse është çështje parimore. Edhe me popujt, për mua nuk ka rëndësi fare vdiqë fëmijë palestinez apo një izraelit, për mua çan një lloj vëlla. Unë çan një lloj për një fëmijë. Po pra. Pra, të merrem me shtetet. Unë di që janë të gjitha ajatollah këta. Po. Të gjitha ajatollah. Është që sot kemi shumë ajatollah. Shumë ajatollah. Kemi shumë. Tani ideja është përdorur, se ka dyshime. Është përdorur fakti që ti të krijosh një luftë tjetër mbi parimet e Hamasit e vërteta është kjo që duhet jemi të paktën unë e kam bindje që Netanyahu ka vetëm një parim në këtë situatë. Shpëtoj vetëm. Duke mbajtur situatën e Izraelit në gjendje lufte, është e vetme mundësi të shpëtoj vetëm. Të paktën unë kështu, ky është perceptimi im apo arsyetimi im në lidhje me mënyrën se si po vepron Netanyahu. Ai po mundohet në çdo moment të ketë një situatë lufte. Pyetja e fundit për juve provë, se di që keni një angazhim tjetër, as duhet ju mbaj, për deklaratën që ka bërë Ramatollahu jon. Ne nuk kemi bërë deklaratë, nuk kemi bërë rezolut në Parlamentin e Shqipërisë për genocidin serb ndaj shqiptarëve, vëllezërve tanë dhe motrave tona Dardan. Me pretekstin kinse se turi dhe shpendi që janë të PD-s na e sollën neve dhe nuk pranojmë rezolutën nga opozita. Tani, kjo opozitë mediokre, bashkë me këtë qeveri mediokre, bashkohen një rezolut kundër Iranit, që në thelb Irani neve, nuk është Irani shtet terrorist dhe i vendosën sanksione Gardës Republikane. Revolucionare. Tani ma shpjegom vetëm me një fjalë. Po. Kjo ndodhi kur presidenti Trump kishte filluar luftën për eliminimin e Gardës Revolucionare. Çfarë sanksioni do t'i vendosësh ti një garde e cila po eliminohet? Pritet eliminohet, po. Çfarë sanksioni do i vendosësh? Falsflegu. E kupton? Falsflegu. Pra është një lloj si një gjyqtar të marrë një vendim dhe të shpalli vendimin fajtor dhe me burg për njërin që është duke vdekur. S'ka asnjë vlerë. Se këta në çuditshëm. Ajo ishte vetëm një. E di pse u bëhe gjitha ajo? Mundësisht mbase ditën tjetër, në raportin e mëngjesit që i vete Marco Rubios ose presidentin Trump kishte në një rresht në lidhje me edhe me një +1 që ka dalë kundër Gardës Revolucionare të bordit paqes. Kaq. Vetëm kaq. Atëherë deklarata e ambasadës amerikane para 2 ditësh, 3 ditësh? Shiko, ajo apo është Jo, deklarata e ambasadës amerikane është e qartë. Është protokoll. Jo, s'është protokoll. Ajo deklaratë nuk është deklaratë rutinë. Po. Sepse deklaratat rutinë bëhen pa përcaktuar kush janë aktorët. Po. Pa përcaktuar metodën dhe pa përcaktuar kush janë objektivat. Bëhen rutinë.
Pra, kemi njohuri që forcat të mbështetura nga Irani janë duke angazhuar, duke vepruar në rajonin tonë për ju mbani vinë. Jo, ajo thoshte, grupe të lidhura me Iranin, që do thotë grupe të lidhura jo iraniane, pra, që do thotë që janë në Shqipëri. Në Shqipëri. Ashtu. Po tentojnë ose po veprojnë për të sulmuar, si do të sulmonin? Me raketa? Jo, në mënyrë me thënë në mënyrë terroriste. Pra, sulm terrorist kundër objektiva që lidhen me ambasadën ose me opozitën, pra dhe objektivi është i qartë. Dhe kjo deklarat i jepej qytetarëve amerikanë, nuk i jepej kryeministrit të Shqipërisë, nuk ishte për kryeministrin e Shqipërisë, nuk ishte për popullin shqiptar, thoshte qytetarët amerikanë janë të lugut të tregoj kujdes gjatë deklarata ishte për qytetarët amerikanë. Pyetet ky kryeministri është qytetar amerikan, digjet ti? Nuk e di. Ky është qytetar i botës. E kupton? E para reagoi, e dyta, ku reagoi gënjeu. Po. Pse? Se s'na vjen ta. Jo, të jemi realist. Ambasada amerikane nuk është ajo që harton njoftime të tilla. Njoftime të tilla i harton aty brenda shefi stacionit i cili ka të gjitha agjensitë brenda, por që lidhem dhe me agjensitë në Amerikë janë prestigjioze. E dyta, nuk është hamendësim, si thoshte kryeministri, dhe e treta, ai gënjen në një fakt ta agjensitë shqiptare të zbatimit ligjit nuk kanë informacion. Në fakt, ambasada ka deklaruar dje për një stacion televiziv shqiptar që informacioni i është vënë dispozicion qeverisë shqiptare në kohë. Pra, kryeministri, pse do thuash? Sepse kryeministri qeveria shqiptare sot jo vetëm që ka cënuar fondet publike dhe mirëqenien e popullit, që këte ka vërtetuar dhe KLSH-ja dhe SPAK. Jo vetëm që ka cënuar sigurinë kombëtare, se ka deklaruar, ka me vendim të GKKO-s që ka cënuar sigurinë kombëtare dhe marrëdhënien me NATO-n, por sot po cënon dhe sigurinë publike. Sigurinë publike? Po, nëpërmjet në vlerësimit të kërcënimit që i vin sigurisë publike në Shqipëri. Në raste të tilla, gjë më e mirë është ta vlerësosh siç është situata. Gjë më pak e mirë është ta vlerësosh, ta mbi vlerësosh, dhe gjë më e keqe është ta nënvlerësosh. Na duheshin neve shtetit ton të mbanim mekun kur si mbajti Gjermania dhe Italia. Ky është një raport i vështirë për të analizuar. Nuk ka problem. Dhe po mos të vinte nga meku, do vinte nga një gjë tjetër. Po. S'është ky problem. Po do vinte nga një gjë tjetër. Thelbi qëndron që ne duhet jemi të ndërgjegjshëm, që ne qeveria shqiptare duhet të marrim masa. Pse? Sepse duke marrë masa ti shmang objektivin ose atë që quhet targetimin që të kanë ata, duke i zbuluar, dhe e dyta, duke bërë njerëzit të ndërgjegjshëm. Çfarë do ndodhin nëse njerëzit do jenë të alertuar? Jo se do të ndryshojë mënyra e jetuarit, por një njeri që çon fëmijën në mëngjes në kopësht, njeri që veten në punë, njeri që del bën vrap, nëse shikon një anomali, e raporton. Dhe kjo është mënyra se si shteti angazhon popullsinë për të zbuluar veprimtarinë e jashtëligjshme. E kuptoj. Je gjigant fare, profesor. Je shumë gjigant. Të falenderoj. Faleminderit. Të pres edhe herë tjera se do ketë zhvillime shumë të mëdha. Zhvillime. Sidomos pastaj datës 6. Falenderoj, profe. Miq, ky ishte podcasti i sotëm. Bani ca shtime se profja ka tru. Bani shtime për veten tuaj. Muzikoni me emocione. Ka ikur geopolitika e emocioneve, vetëm me racionalitet, sepse 1+1 bëjnë 2 në këtë realiteti, si do që ti kombinosh ti. Natë e mirë, dhe mos harroni subscribe, like, share, donacione, këtu poshtë, super chat, super stickers, dhe te ky numri, këtu kemi hapur kurset e komunikimit publik dhe leadershipit. Kollas, se mësoni ca skille. Ciao! Thank you.